Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndes të gjithë dëgjues të dashur të Live from Tirana dhe të Top Radio. Uroj të ketë nisur e mbar dita për ju, edhe pse me mo të vranë, të paktën në Tiranë, nuk e di si është në zonat e tjera të Shqipërisë, këtu është shumë vranë, gati si një atmosferë londineze, do të thoya, por gjithsesi ja ku jemi ne këtu për t'ju sjell dritë kudo jeni e kudo keni ngesur në trafik, kudo udhtoni e kudo na dëgjoni në botë nëpërmjet teknologjisë, e cila bashkon njerëzit sot më shumë se kurrë, të paktën virtualisht, sepse fizikisht me njëri tjetrin është duke i ndarë. Gjithsesi, un jam Ronaldo Sharka, për të xhamin me mua ndodhet Danko DJ, i cili do sjell për ju këngët më in të momentit dhe kam kënaqësinë ta nisim këtë program për ditën e sotme në këtë të enjtë të datës 16 tetor 2025 me një njerëz të topit, një vajzë elegante, simpatike dhe besoj që do të ketë kënaqësi ta ndajmë këtë pjesë të parë të programit. Ju tashmë do të dëgjoni vetëm zërin, që besoj e ka po aq simpatik sa edhe pamjen, por më vonë do të keni mundësi të ndiqni në YouTube dhe të thoni po Ronaldo ke të drejtë. Atalanta Kërçyku, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se të gjeta Ronaldo Sharka, është shumë kënaqësi të ftohem dhe në fakt është era e parë që ftohem në Live from Tirana nga ju personalisht. Okay. Si je ti? Mirë, shumë mirë. Përpara se të fillojmë në pyetje në këtë lëmin ton mediatik, në punën që bën dhe jo vetëm, se kam një kënaqësi personale të njoh njerëzit përtej asaj që transmetojnë në ekran edhe në fund fare ky duhet të jetë mision e gazetarit, mendoj të paktën këtë lloj gazetarie. Unë e di që e ke personalisht edhe me njerëz të tjerë përtej gazetarisë, domethënë përtej ekranit dhe e kam instinkt këtë. Më thuaj pak, ti je morning person, pra ky personi që zgjohet herët, bën trajtime fytyre, merr rrezë dielli, apo je njëri që zgjohesh vonë edhe e urren alarmin dhe rutinën e mëngjesit? Më thuaj pak për mëngjesin. Unë mendoja që isha njëri që nuk e doja mëngjesin, por u detyrova ta doja, mendoja unë që u detyrova ta doja kur 5-6 vitet e fundit, kur unë u futa punës pak të për zyrën tim të arkitekturës pak më seriozisht, dhe mendoja që më motivonte fakti që po punoja dhe kisha të ardhurat e mia që unë zgjohesha në mëngjes. Dhe tani e kap veten time në ditë që unë për shembull mund të ndodhë që mund të kem 3-4 ditë bosh në orare të herëta të mëngjesit dhe më ndodh që prap të çohem herë dhe them mos. Ose unë nuk e di domethënë po rritem, ose më vërtet po fillon të më shijoj mëngjesi. Interesante, si është rutina jote e mëngjesit? Konsumon diçka në shtëpi, në shtëpi nuk konsumon asgjë? Jo, konsumoj gjithmonë në shtëpi, jam njëri që filloj biles kam një lloj liste të tipit algadeti, mjalt, çaj matcha, filloj me këto vezë zier, duke qenë se unë tentoj të krijoj dhe të krijoj formula të marr proteina nga çdo gjë tjetër përtej mishit, duke qenë se unë nuk konsumoj mish për 10 vjetësh. Vërtet. Po, vetëm peshk kam futur, pra teknikisht quhen peshkatarian, është një lloj termi, jo vegetarian, por peshkatarian. Dhe tentoj të ha sa më shumë vezë pak në mëngjes, avokado, gjëra të tilla. Bëhem gati, bëj çantën time gati, që cila konsiston në një çantë të vogël, të bukur me gjëra të vogla dhe një çantë të madhe me shumë gjëra, letra dhe të punës dhe shkoj në zyrë. Pra, mundësisht në orën 9 maksimum, unë jam në zyrën time në arkitekturës. Dëgjon muzikë në mëngjes, në makinë? Makinë po. Edhe jam gjithmonë kështu alarmishme sipas moodit. Ka raste të tipit un çaj me lo, ti e di, dhe pastaj një herë tjetër jam kujtoj Mozarti, Sinfonia 8 e gjëra të tilla. Vetëm të varet sipas moodit dhe atmosferës. Nxehesh në trafik? Ja, ka njerëz që futen keq, si jam një ndër njerëzit më dërueshëm që pak të më kanë thënë njerëz të tjerë që jam, domethënë. Më kanë gënjur apo të gënjej. Por më kështu më kanë thënë dhe më vërtet jam e tillë. E kam pranuar tani më. Unë këtu jetoj, për ndryshe nëse do jem kaq ose nëse do jetë një vend kaq i pabanueshëm, mund të shkoj në Elbasan, ke prindërit e mi, të cilën faktikisht kanë ardhur, më është mësuar goja, ka një muaj që kanë ardhur, ose mund të shkoj jashtë shtetit, sepse gjithë ankohen, por prap qëndrojnë. Atëherë, meqense kam resurse, mund ta ndryshoj. Me shkojt para ditë herët nëpërmjet makinës me ty? Herët nuk i bie mend njeriu për njeri. Janë të gjithë stresuar, duke shkuar në punë, duke kapur trafik dhe më vërtet është shumë e vështirë në mëngjes të jesh në orar. Duke qenë se unë nuk është se kam një orar fiks, domethënë nuk më pret dikush në orën 9, thjesht duhet hap zyrën, time të punoj, pas orës 10 tutje unë i lë gjithmonë oraret e takimet, unë jam në Terezi, por ka të njerëz të tjerë të cilët unë i kuptoj shumë mirë, kanë orare, kanë fëmijë të çuar ndaj dhe ato janë gjithmonë stresuar dhe nuk i bie njeri mend për flirtim. Paktën me ai sa kam vënë unë. Kur zgjohesh në mëngjes, ke shumë hapësirë aty te krevati, pra 2 me 2. Apo ta kanë zënë gjysmën e hapësirës? Interesante si pyetje. Di se më pëlqen, duhet të kesh qenë shumë mirë letërsi me këto metafora,
gjërat, se duket si pyetja sikur po më thoje, unë e shkruaj direkt sepse më shkoj mendja ke për masat e kravatit, sepse jam arkitekte dhe gjithmonë bëj këto 1.60 me 2 apo 1.90 me 2. Është full option si një yll-deti vetëm unë. E ke parasysh një yll-deti i hapur? Nuk e arritur ende në fazën që ke vetëm gjysmën e hapësirës. Në momentin që të arrin fazë, besoj të bëhet shumë e dukshme. Okej, do të flasim pak më vonë jo për të futur në jetën tënde personale, por për koncepte, për dashurinë dhe vetëm, por Atalanta Kërçyku ka nisur një program shumë interesant në Top Channel, Albanian Brand quhet, për detaje do të flasim pak më vonë. Fillimisht shkojmë në hapësirë marketingu, rregulla të cilat Atalanta i njeh shumë mirë, por dhe ju jeni mësuar tashmë prej vitesh, direkt kthehemi pas pak në Live from Tirana. Ky zëri që na foli, por që ju nuk na dëgjuat, është i Danko DJ. Do flasësh Danko për transmetuesit apo se kemi qef? Jo, nuk është anonim fare, vetëm këngët i dëgjojmë Danko, zërin shumë pak ja dëgjojnë. Mirë, vazhdojmë rikthehemi sërish në Live from Tirana. Ju përshëndesim kudo jeni duke na dëgjuar. 10:21 është ora eksakte në këtë moment. Jemi në studio me Atalanta Kërçykun dhe do të flasim tashmë për Albanian Brand, pra brand shqiptar, si përkthehet brand shqip në fakt se ne brandi shqiptar. Po brand duhet ta ketë një përkthim shqip se duke qenë se marka shqiptare ose gjuhë shqiptare, në fjalë markë. Prodhime shqiptare, mund ta quajmë kështu, që kanë bërë sukses në botë apo jo, pra shqiptarë të suksesshëm, të cilët jetojnë dhe operojnë jashtë vendeve të Shqipërisë, sepse të suksesshëm normalisht kemi edhe brenda kufive të Shqipërisë. Ideja e ime ishte, duke qenë se jam dhe moderatore dhe autore e emisionit, ishte që të krijoja këtë lloj emisioni për të përçuar vlerat shqiptare të njerëzve të cilët ndoshta mund të jenë jo harruar, se ato janë të gjithë pothuajse shumica të famshëm, se ka dhe njerëz të suksesshëm që nuk janë të famshëm, dhe për këtë un kam dashur gjithmonë të bëj një mix, sepse jo vetëm VIP-t janë të suksesshëm, ka dhe njerëz të cilët kanë arritur shumë, por që nuk njihen gjerësisht. Pra kam bërë një ndarje midis atyre dhe personave të tjerë që janë VIP dhe jo VIP, por të gjithë të suksesshëm. Njerëz shqiptarë të cilët jetojnë jashtë për të dhënë mesazhe të tilla të tipit që se si mund të realizohesh dhe si ti mund të arrish jo vetëm në vendin tënd, por të arrish për te. Ato janë për mua maja e icebergut e personave që cilët ne duhet krenojmë dhe duhet të nderohemi me to. Ato jetojnë dhe operojnë jashtë, kanë çarë një treg të vështirë, secili nëpër fusha të ndryshme të tipit nga kulinaria, biznesi, sporti, pra futboll për shembull, këngë, opera, balet e të tjerë. Ka nisur puntata e parë me Eno Peçin, i cili është primo balerini i Teatrit të Operës dhe Baletit në Vjenë, dhe ne kemi shkuar specifikisht me stafin ton atje, kemi jetuar 2-3 ditë në Vjenë dhe kemi shkuar pas tij nëpër prova, nëpër sallë teatrash, kemi parë performanca live, kemi parë ECA-ket e tij nëpër rrugët e Vjenës, pra një mini dokumentar, le të themi, rreth personave të suksesshëm jashtë. Për shembull, është një personazh shumë interesant, më i mirë në jetën reale, se ne personazhet i mendojmë që janë të tillë në realitet. Më pas kam vazhduar me puntatën e dytë, e cila ka qenë Olen Cezari, të cilët i kam shkuar personalisht. Ne kishim planuar që të bënim jashtë, sepse gjithë puntatat pothuajse janë bërë jashtë, por në rastin tim bën një përjashtim sepse shkuam në Porto Palermo, në festivalin e tij të Porto Palermos, që e bën çdo vit dhe morëm një intervistë ekskluzive me të, shumë orë përpara nisjes së spektaklit. Intervistat janë kryesisht në aspektin personal, gjithmonë në rast se ato duan të prononcohen, dhe në aspektin e punës, vështirësive, dhe duke marrë ato detajet e vogla të tipit a kanë pasur për shembull stërkëmsha në përkëmb, a kanë qenë racist njerëzit ndaj tyre, që është një pyetje që është shumë e rëndom të brenda emisionit tim dhe shumë e vërtetë për të bërë ndaj tyre, sepse ato të gjithë pothuajse kanë kaluar. Ne personalisht, unë personalisht kam prekur pak pjesën që kur kam qenë modeling, dhe edhe aty pak herë që kam shkuar e kam hasur racizëm. Imagjino ato që kanë jetuar atje dhe sa kanë vuajtur për këtë, dhe të gjithë kanë dalë mban. Puntata e tretë me Fundim Xhebalin, i cili është shefi i kulinarisë, dhe pastaj vazhdon me të katërtën, e cila është këtë shtunë. Emisioni transmetohet çdo të shtunë në Top Channel në orën 5 me 6, 5 pa i çerk me 6 pa i çerk. Pra gati 60 minuta të shtunave në Top Channel 5, pra në orën 17, dhe më pas mund ta rigjeni në social media dhe në YouTube. Ke udhëtuar shumë, besoj, për të realizuar këtë emision, pra ka qenë me një avion tjetër, për gjetur shqiptarë të suksesshëm apo jo? Ka qenë një punë shumë e madhe, duke qenë se unë personalisht bashku me gazetarën e emisionit kemi bërë përpara nisjes së emisionit për të gjetur, për të caktuar datat, për të qendruar, sepse ato kanë një agjendë të gjeshur, më pas për të organizuar në lidhje me E vështirë për të bërë një emision jashtë Shqipërisë, sepse është shumë e vështirë. Nuk është vetëm moderatorja, por janë operatorët. Ka shumë gjëra. Madje unë i thash, nuk ishte se si jetë
jeta ime është gjithmonë e vështirë. Unë mund dukem si njeriu që ka pasur gjërat më të lehta në jetë, por gjithmonë kam vajtur si Magellani, nga larg, nga veshje në vesh, ose si kinezët ose shqiptarët në shprehje, për të shkuar drejt një rrugë shumë të lehtë, por që për mua gjithmonë është bërë vështirë. Gjithmonë shprehem dhe them nuk ishte si të bëja një mision më të vështirë dhe më me kosto se sa ky dhe më të vështirë, sidomos për nga ana e organizimit, pastaj mbarvajtjes. Pra si të thuash skaleta ishte e fundit që unë duhet të mendoja. Ke zgjedhur një mision që në fokus nuk ka gjuhën e klikimeve. Jo. Gjuhën e viralitetit, gjuhën e skupeve. Jo. Pra nuk e ke në fokus të prodhosh skupe, sesa ti transmetosh shqiptarëve histori të sukses. Pse? Unë mendoj që të paktën nuk mund të them që unë nuk do ndërlidhem ndonjëherë me emisionet që do përdor skupe, nuk e diskutoj këtë gjë. Çdo lloj emisioni për ne si moderator, mendoj që janë si fëmijët, të gjithë janë dashuri për të gjitha ne. Pra çdo lloj emisioni është një fëmijë të cilën ne nuk mund ta mos ta duam. Por unë personalisht, ndoshta prej tipit që kam, më pëlqen të bëj gjëra të veçanta. Ne shpesh ankohemi në rrjetet sociale që nuk ka më televizion, jo po televizioni po baltoset, jo po personazhet në cilat ndodhen atë ka ikur vlera, jo po nuk është si dikur. Pra të gjithë dhe teknikisht në shumicën e rasteve kanë të drejtë, por kjo nuk mund të mohoj pakicën e rasteve në të cilat jo vetëm unë mund të jem e fundit, duke qenë se moderatorët e tjerë të cilat bëjnë emisione shumë prestigjioze janë jo vetëm në moshë më të madhe, por edhe në karrierë shumë më të madhe se mua dhe unë i respektoj dhe i shoh si të thuash si idhuj. Ku është diferenca mes një emisioni të mirë dhe një emisioni të keq? Emisioni i mirë mund të harrohet, por mesazhi që përçon është shumë më i madh. Ti thjesht mund ta kalosh një sekond, por ti kur shikon atë sekond një shqiptar për shembull rastin tim, Enon, e marrin për sipër duke qenë se është shqiptari dhe thua okay, ja ka dalë ban, unë mendoj që të zgjohet diçka brenda vetes dhe një lloj shpresë. Në rastin e shohim vetëm emisione të cilat kanë tendencë degradimi, unë pa i vënë keq kuptim as moderatorëve, as producentëve dhe as personave të cilët për shembull mund të ftohen panel me to. Unë kam qenë ndër që janë ftuar në to. Nuk është e thënë. Mua mund të bësh një pyetje të tillë, që një person që dëgjon atë fragment mund të thojë, "A mos e Atalanta veç për to emisione dëgohet." Por nuk dëgjon 90% raste të tjera që unë po flasim për diçka shumë të mirë. Atëherë kjo nuk më bën mua 1%. Unë jam shumica e rasteve që më ndodh njëtën time dhe jo pakica. Dhe po thonim ku diferencohet. Ndërsa emisionet të tjera mendoj që janë bërë common. Kush janë për ty moderatorët më të mirë në Shqipëri? Moderatorët? Po, në general. Ne i mas moderatorët nga klikimet, por unë i mas nga diversiteti dhe nga mënyra se si ato rrinë të përçohen ndër vite, paktën unë. Secili ka vizionin e vet të matjes dhe mua më pëlqejnë njerëzit që kanë diversitete. Jam shumë njeri i hapur ndaj çdo lloj diversitet dhe nuk them jo mendimi më shumë i mirë se tjerët. Nuk dua të bëj lajka në lidhje me Top Channel, nuk po flasim sepse do duket sikur po filloj të bëj këto lajka, por në Top Channel ka plot, ka shumë dhe jo më kot jam ai person që kam këmbgulur dhe doja shumë të punoja dhe tani që është si një ëndër manifestuar dhe realizuar nga ana ime, por nga të tjerë ka plot. Një ndër personat ma një gjeni femëror, një mashkullore, Alketën, për mua është një idhull, sepse për mua përmbush pak a shumë atë komplet panoramën e një femre të realizuar për nga ana profesionale, familjare, ka kaluar në radio, ka kaluar në televizion, ka anën estetike, ka dalë nga Top Radio. Po, ka dalë prodhimi të palëve, ka anën e jashtme, fizike, atë që televizioni kërkon, ka trurin, ka zemrën, ka empatin, është nga ana biznesit. Ndërsa ana e meshkujve mund të themi pa diskutueshëm le dion. Por fshije këtë mos e dëgjoj se duket si like, nuk është like, është vërtet. Qartë, mirë, më pëlqen koncepti dhe mënyra si është. Po ka të rinj që futen në treg me vlera sot? Ka plot. Ka plot të rinj dhe çdo ditë më shumë. Ja vlen futesh me vlera? Unë mendoj që çdo ditë më shumë ja vlen dhe ka çdo ditë më shumë të rinj shqiptarë që futen me vlera. Do thuash sa qëndrojnë. Pak qëndrojnë, normalisht rruga është e vështirë, sidomos në rastin po flasim për televizionin, besoj? Po, është shumë e vështirë dhe të gjithë nuk mund t'i përballojnë dot, duhet të jesh shumë i vendosur. Edhe për ne dy ka qenë shumë e vështirë. Jam shumë e sigurt. Asnjë njeri që unë mendoj që kalon qoftë jo një muaj, nuk po flas, një muaj mund të jetë provizor, po edhe ai një muaj që ka bërë një punë kolosale për të qëndruar një muaj. Ne që qëndrojmë pak më vonë, jemi tër plag, gjurmë, sakrifica, jo se është një betejë fushë, edhe të bëjmë sikur ç'po bëjmë. Por çdo punë ka sakrificat e vet. Edhe një person që është në
mosimdhënie për shembull. Dhe ai ka sakrificë vetë. Çdo profesor. Por ideja është televizioni duket si gjëja më e lehtë nga njerëzit. Nuk është gjëja më e lehtë. Unë mendoj që pas politikës, lufta më e ashpër është në televizion. Po pse flasin pse trumpetoj gjithmonë kjo botë e vështirë, botë e egër, ç'a ndodh me? Asgjë s'ndodh. Dallavere lart e poshtë, Dallaveret i mësuar. Unë në fillim bëjnë. Edhe lekët e di që ndoshta për lekë kam kuptuar unë Atalanta, të ta them këtë ty, edhe kushdo pastaj le ta marrë si këshill. Unë jam mentor për të dhënë mosimdhënie, për të dhënë koncepte mbi jetën se ti jesh i suksesshëm. Po jep një version tënd. Kam kuptuar diçka që ndonjëherë duke u zhytur shumë në botën e medias, krijojmë një mikrokozmos, një botë katrore dhe nuk shohim përtej kësaj. Sekreti është punosh në media dhe të mos jetosh si i famshëm. Nëse ke thënë fjalinë e duhur, të bësh të balancën dhe të dalësh nga dyert e televizionit. Mendoj që e kam bërë këtë balancë. Dhe të mos jetosh si diva. Për mua e krejt shkon në punë, bën punën tënde, nuk merresh me dallavere, çfarë thuhet lart e poshtë korridoreve dhe ti si Zoti të universit gjërat me. Unë mendoj që jam një personifikim shumë i mirë i kësaj fjalie, terminologjia në mund ta marrim sa që. Se futën në këtë mikrokozmosin dhe ka bryla, ka plak. Aman e lodhën. Jo, që ka e vërtet. Po me kudo ka edhe të sanitarët, që është një profesion halli, i admiruar dhe aty ka bryla. Koncepti është në televizion. Kam punuar në Greqi, dikur, në bujësi dhe aty kishte bryla. Atë po thoya pak më parë kur përmenda mosimdhënien si një terminologji. E vërtet, por në rastin tonë, duke qenë se unë specifikova që është e dyta nëse mund ta them pas politikës për nga sasia, është sepse njerëzit e marrin sepse marrin vetëm të mirat. Dhe të mirat janë të bollshme. Dhe ato prej këtyre të mirave luftojnë më shumë për të kapur dhe është vendet më vakante, më të pakta për të futur. E vërtet kjo që edhe në lidhje me të jetosh si diva brenda dhe jashtë si njëri thjesht. Mua personalisht më ndodh e njëjta gjë çdo ditë, ka raste që njerëz më thrasin dhe unë i them fal nga mjefti mua, edhe më tha një mikesha ime aty tha, "Atalanti ti harron tha kush e thash unë njëri jam." Seriozisht njëri jam. Po çfarë bën? Plus unë e konsideroj seriozisht punë. Për mua është një punë të cilën e dua ta bëj, për mua është një produkt prodhimi të cilët unë i vendosej në tim fund dhe dua të jem krenare. Pra si një mini artist, nëse mund ta themi, që ai është produkt ma baby dhe në fund fare paguhem dhe shkoj më pas në zyrën time, nga jetën time dhe çdo gjë tjetër kalon. Nuk jetoj brenda televizionit dhe nuk kam jetuar, nuk kam për të jetuar, sepse kam vite dhe nuk është se më kanë ndryshuar. Ka njerëz tjerë që i ndryshon shumë televizioni me një herë. Nuk mendoj që i ndryshon televizioni, i zmadhon ato që e ka për brenda. Jo të vetëm televizioni, si paraja. Qartë. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe me që jemi tek media, radio vazhdon jeton dhe jeton shumë e fortë. Ju kthehemi pas pak në Live from Tirana. Ora eksakte në këtë moment jeni duke dëgjuar ende Live from Tirana deri në 12 në mesditë me mua Ronaldo Sharkan dhe Danko DJ dhe me të ftuarën e ditës së sotme Atalanta Kërçyku, e cila po flet kryesisht për Albanian Brand, i cili transmeton çdo të shtunë në ekranin Top Channel 17 me 18, apo jo, isha i sakt? Shumë i sakt. Dhe më pas transmetimit mund ta gjeni në YouTube dhe jo vetëm, dhe gjithashtu për të tjera gjëra interesante. Ndihesh e paragjykuar në Shqipëri? Ose më saktë, ndihesh e keq kuptuar? Të ndodh shpesh herë? Besoj se të gjithë. Ne të gjithë kemi një lloj paragjykimi. Unë e para kam një lloj paragjykimi, domethënë për të tjerë. Sado që ne tentojmë dhe ne kemi nënvuar në lëkurë, kur shohim dikë e kemi atë stereotipin e parë për nga veshja, për nga çfarë kemi dëgjuar për nga puna që bën e të tjerë. Normalisht mendoj që kam shumë komponent për të qenë e paragjykuar që ne i paragjykojmë. Ka një lloj perceptimi në publik, kryesisht për të rinjt në media, domethënë nëse je mashkull ke një term nga mbrapa. Term, edhe një femër ke një term tjetër. Nëse je femër, gjinje femërore ke një term nga mbrapa. Të bezdis? Dhe pse mendon që është ky lloj perceptimi? Dikur në filliesat e mia u mendoja që më bezdiste shumë. Madje mund të them që e përjetoja edhe disi keq, mund të themi. Tani nuk përjetoja asgjë më keq nga ana negative. E di çfarë përjetoj mirë unë? Në morinë e komenteve negative, si një dritë aty në fund të tunelit, shoh një koment pozitiv, e të betohem vdes kur e shikoj dhe them bravo qof njëri, I owe you, të kam një nder borxh dhe filloj ha profilin e shikoj. Unë gërmoj për gjëra pozitive. Pra unë tani shoh ato që unë kam bindjen që jam. Nuk më bind, me fjalë, nuk më paragjykojnë të tjerë kur unë isha e dëzuar, pse ma thon kur nuk e din. Tani unë kam forcën për të parë, kjo jam unë. Ka vërtet vajza që e përdorin median si instrument për të arritur diku tjetër? Çdo gjë mund të përdoret si instrument, edhe një punë mund të përdoret si instrument për të ngjitur një punë tjetër.
Jeta vetë mund të përdorë si instrument, të marrë shkollën, të bëj këtë, ose të mbaroj një kurs për të bërë këtë tjetrën. Më kupton? Çdo gjë është një mënyrë. Kush të shkruaj ti? Merri një like tek WhatsApp Business. Ai është WhatsApp Business, okay. Është njëftë në WhatsApp, tek telefoni punës. Emër Ronaldo do t'i bësh asaj ti kur të lidhesh. Kush të bëri like? Është një person i cili kam bërë një projekt në Itali dhe duhet shkoj, kam ndryshuar një funksionalitet të një hapësirë të madhe duke nxjerrë disa dhoma të vogla, tipit si ato bed and breakfast. Qartë, të tremb vdekja? Jo, më tremb një jetë e pajetuar dhe një jetë e paralizuar nga ana e dëshirave. Më kënaqin dëshirat, më sak rrugtimin e dëshirave. Sa i arrithem, okay. Tani le të vëmë një hap tjetër. Çfarë kërkon më shumë guxim, të jetosh apo të vdesësh? Të jetosh. Pse? Se të gjithë do vdesim. Ne kemi marrë parasysh. Ajo nuk do guxim. Ajo biles atë nuk e dim kur ndodh. Edhe nëse e dim për shembull ne jemi në shtratin e vdekjes dhe po e ndiejmë që mund të ndodhë ose parashikojmë, pra disi mund të jemi të vetëdijshëm, çfarë guximi do ajo? Ajo maksimumi do përshpejtosh vdekjen në rast se ke një zemër që rre më shpejt do të skapi ataku. Nëse të jetosh sipas vlerave dhe mënyrës që ti mendon që mund të jetohet kjo jetë. Qartë. Atalanta, unë nuk besoj të kjo që femrat, gratë nuk pyeten për moshën. Jo, nuk e kam problem. Thënë kjo, sa vjeç je? 33. 33, realisht 2-3-sha, nuk dukesh shumë herë më pak, jo se 33 është shumë. Unë mendoj personalisht, unë jam 27, po mendoj që pas të 30-ve realisht fillon jeta, por gjithsesi kur ta provoj më mirë do ta them. Unë kam thënë dhe vende të tjera, kështu që ti besoj, vjen nga Elbasani, një qytet që paragjykimet janë më të mëdha se në Tiranë, unë vi nga Lushnja po ashtu, edhe ti besoj që shumë vite më parë vajzat fejoshin për mos të thënë 9-18 vjeç, por fejoshin në të paktën sa po bënin 18, vinte një burr i farefisit të shtëpia, takonte babain tënd dhe thoshte që djali filan festekut kërkon Atalantën për grua. Nuk besoj që ka ndodhur në brezin ton kjo, që pak në as në shkollën time as në moshadarin nuk kam dëgjuar të tjerë. Ka ndodhur që kanë një lidhur dhe me dëshirë, jo që të viti kush. Ka ndodhur. Në shkollën time jo. Më besoj që ndodhende në zona në rrethinat e Shqipërisë ndodhende. Në Elbasan nuk ka ndodhur ke shkolla e ime, por as në veçare as gjimnazi. Të kërkojnë ty llogari pse je ende single, beqare? Mendoj që kjo është një pyetje që ja bëjnë të gjithë prindrit fëmijëve, të gjithë duan të shohin të realizuar dhe kanë të drejtë normalisht. Por besoj të gjithë e kuptojnë, paktën nëse prindi kupton fëmijën dhe nëse fëmia komunikon me prindit çu pa pastaj, është një gjë që unë nuk mendoj që duhet nxitur. Është një gjë që sidomos kur ato e shohin që ti nuk është se s'përpiqesh, nuk është se Sa mendon ti që se njeriu bën një llogari me veten, që nuk e ke gjetur ende shpirtin të mbinjak? Unë mendoj që çdo lloj dashurie, çdo lloj eksperiencë në jetë ka qenë dashuri në atë kohë, në atë moshë. Nuk mund të them që jo, erdha këtu dhe s'kam pasur dashuri në jetë. Por mendoj që njeriu kërkon gjërat që ti pranojë dikush tjetër në atë pikë jetës që je. Ose të pranosh ideale që ke ti. Nuk mund të them që tjetër nuk kanë idealet e mia, ka plot që kanë ndoshta më shumë ideale se mua, por ajo që përputh të gjitha tiket e boksit, për momentin unë nuk mendoj që një njeri duhet personifikohet vetëm me lidhje. Njeriu duhet të jetë së pari realizuar dhe unë mendoj që jam në fazën që jam shumë realizuar se kurrë. Nëse do më thoj këtë gjë para 5-6 vitesh, nuk do isha e tillë. Jam njëri që kam një punë të mirë, që kam shtëpinë time, punën time, pra jam realizuar, bëj gjëra, jam e lirë të bëj gjërat që dua dhe tani është momenti i dur jo për të kërkuar unë, do të vi vetë. Mendon që do të martohesh, do të krijosh familje me një person që do fort? Apo një person që e pëlqen dhe të përputhen interesat, dhe kur them interesat nuk flas vetëm për interesat e keq kuptuar të shoqërisë tonë. Pra në përputhen interesat e statusit, çfarë pëlqejmë, çfarë nuk pëlqejmë. Absolutisht jo. Nëse nuk ka dashuri ndaj jam këtu. Pra nëse nuk ka dashuri, nuk mund të quhet martesë. Ka shumë gjëra mediokre në këtë jetë, çdo gjë mund të bëhet më kompromis në këtë jetë. Vetëm dashuria nuk mund të jetë kompromis. Dhe vetmi njeri që cili mund të hapi këtë lloj dashurie është i dashur bashkëshorti i fejë. Unë nuk mendoj që mbaron, unë mendoj që tjetërsohet. Pra, që këtu hym në ideali që edhe personi që duhet të jetë kreativ duhet mendoj që tjetërsohet. Pra, në ato fazën e njëjtë ti duhet ta kuptosh që tjetri, kur të bën këtë pyetje dhe unë jap të përgjigje dhe ai më jep një përgjigje tjetër, jo ose po, unë kuptoj që ai është apo s'është. Nëse nuk e gjen dashurinë, në kurat e sotme është pak e vështirë, le ta pranoj. Njerëzit janë bërë më shumë drejt materjes se sa shpirtërores. Domethënë janë shumë të
pa lidhur me të brendshmën e tyre dhe duke mos qenë të lidhur me të brendshmën e tyre nuk mund të njohin të brendshmën e një personi tjetër, sepse nuk e kemi kuptuar, pra nuk ndodh nga jashtë brenda, ndodh nga brenda jashtë gjithë procesi. Vërtet. Nëse ndodh që nuk e gjen personin tënd të jetës. Unë do të ta gjej. E zëm nëse ndodh. Do ta gjej. Nëse ndodh. Le të bëj avokatin e djallit. Do e kishe problem të lindje fëmijë me in vitro, që këto metodë, pra një single mom? Nuk mendoj që unë do përfundoj. Nuk e kam problem dhe nuk mendoj që është e paraqituar kjo përgjigje. A thash temën e saktë se ndoshta nuk. Single mom është një nga mënyrat që bëhet in vitro. In vitro mund të bëhet edhe me babain që ke për krah. Po me një baba mund të bëhet në rast se dikush një dhurues nga këto bankat e spermës si quhen. Nuk është gjë e paraqituar. Por unë nuk mendoj që një fëmijë ka shumë nevojë për të pasur të dy versionet. Të shohë versionin e një prindi, baba, dhe versionin e nënës. Të dy bashkë. Mund të shohë edhe të dy, por dhe nuk janë mjaftueshëm. Mund të shohë edhe vetëm një dhe është i mjaftueshëm për të dy. Ajo është përgjegjësia jon për të gjetur personin e duhur për t'i dhënë këtë fëmijës. Fëmijë siç ne kemi pasur idealin e babait dhe të nënës, të dy kanë dhënë më të mirët. Mashkulli ka prioritete këtë gjë, nëna ka prioritete këtë gjë. Të dy bashkë bashkohen dhe bëjnë puzzle. Idealiste apo pragmatiste? Të dyja bashkë. Edhe pragmatiste dhe idealiste, edhe seleksioniste dhe çdo gjë me iste të mirë. Ku je idealiste dhe ku je pragmatiste? Idealiste për shumë tek familja. Okej. Pra ti beson tek. Jam pak konservatoriste tek familja ideale bërtham. Okej. Po pragmatiste ku je? Pragmatiste për shumë në rastin që unë dua të bëj gjërat. Pragmatizmi është diçka e bër, duhet ta bëj shpejt, lehtë dhe të eci para. Pragmatizmi ka vetëm një moto, nëse funksionon. Por unë kjo është në rastin nëse gjejmë dashurinë, le ta bëjmë, le të ecim. Por prap siç thash ka edhe pak idealiste brenda kjo. Nuk mund të jesh vetëm pragmatiste, se po të ishin vetëm pragmatist, ne xha do i kishim mbyllur, për shembull do kishim marrë një punë që na ajo është ofruar diku për shembull kamariere, atë do të kishim qendruar gjithë jetën. Më kupton? Për shembull, edhe ajo pragmatiste është ham, të gjithë njerëzit han, ushqen, nuk kërkojnë karrierë. Pragmatiste quhet nëse hyjmë thellë. S'kam se kërkoj karrierë, s'kam se të coptom të bëj 2 punë, 3 punë, s'kam se kërkoj gjëra të vështira kur kam një opsion shumë më të lehtë. Do martohesh me mua? Do vim një kafe pas e bashkë? Jo, realisht kam nevojë, më thuaj mendimin të sinqert. Kam shumë nevojë ta di. Nëse do të nija më shumë një grua dhe grua ose më për ofendim se këtu ofendohen kur i thua grua është kompliment. Është gjinie. Kam nevojë ta di si më sheh mua një grua pak më në moshë se unë dhe pak më shumë vite karrierë se unë. Ti do më shihe si një mashkull potencial për të martuar dhe për të bërë fëmijë me mua? Për aq sa unë të njoh, për nga ana jashtë. Ne më thuj të vërtetën. Pra sa unë të njoh, pra sa unë nuk të njoh tysh, mjaftueshëm. Pra sa unë të njoh, për nga ana jashtë ti gëzon shumë cilësi, shumë të mira dhe shumë e fata ajo që do të marr. Edhe të them unë dhe unë jam për mua ka paragjykime pafund për shkakun. Ti do e kishe problem? Ai njëri që do të doj nuk do të interesojë asgjë. Asgjë për ty. Ti po që një grua e sigurt. Asgjë nuk do të interesojë për ty, të betoam njeriu që të do pikërisht për atë gjë më të fortë, edhe nëse do të di që është e vërtet, ore do të adhuroj. Edhe këtë gjë mbaj këshill nga mua. Never settle. Kurrë më mos e ul veten për një person që ore pikërisht atit personi dur atë pyetje bëja të parën kur e shef që ka potencial, mos e çotë deri 5 vite dhe mbas 5 vitesh të filloj të hape atë temë dhe ti të shoh një version ndryshe. Në fillim thua një person me potencial, kështu që edhe ti ndaje këtë pragmatizmin e idealizmin. Special. Unë mendoj që vetë magjike zgjidhen. Pikë. Dëgjoj, për ju që do na ndiqni pas pak në YouTube, ta shohësh aty Atalanta, këtu janë 2 skaleta. Që s'bëra si pyetje? Nuk konsumova asnjë prej këtyre. Po se we got the special magic. Energjia e mirë funksionon gjithmonë dhe energjia nuk gënjen kurrë. Falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Ishte shumë kënaqësi. Të uroj shumë suksese me Albanian Brand dhe jo vetëm me projekte të tjera, si edhe në botën tënde të arkitekturës. Të falenderoj shumë që më bëre të ndihem e veçantë. Nga ana jote, sepse unë e di që jam, por nga ana jote, sepse unë e di shumë mirë se si sillet Ronaldo me të ftuar tjerë, pra ti në atë spektrin tënd të diferencimit bëre një diferencë shumë të madhe sot me mua, prej fakti që doli askaleta dhe bëre pyetje kaq të thellë. Kënaqësi edhe një herë këtu, përshëndetje me Atalanta Korçiku, 10:51 është ora eksakte në këtë moment. Ne rikthehemi pas fleshit informativ me Dori Laton me të tjera surpriza dhe gjëra interesante në Live from Tirana.